Vlezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, e falendrejmë Allahun Azza wa Jall, i cili na i mundësoi që ta kryem muajin e Ramazanit me agjerim dhe me vepra të mira, dhe ta plotësoj muajin e agjerimit, muajin e Ramazanit. Mirë po, sahabët, shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e kishtin një dert, një preokupim më të madh pas Ramazanit, ku zemrat e tyre ishin të friguara, të friksuara, vallë ato vepra që i kanë bërë ata adhurime, a do të janë të pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Aisha radiallahu anha një ditë prej ditëve e lexoi një ajet para pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i tha: ja Rasulullah, çka e ka për qëllim ky ajet? Walladhina utu ma atau wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim rajiun. E lexoj, tha, ata të cilët japin dhe pas asaj na e din mirë se do të kthehen tek Allahu Azza wa Jall, dhe zemrat e tyre i kanë të friksuara. Tha: o i dërguari i Allahut, a e ka për qëllim ata të cilët pinë alkohol, ata të cilët vjedhin dhe bëjnë vepra të këqija? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: jo, o i bija e Sidikut, ata janë njerëz që falin namaz, ata janë njerëz që agjerojnë, ata janë njerëz që japin sadaka, mirë po ata frikësohen se vallë a do t'ju pranohen veprat që i kanë bërë për Allahun Azza wa Jall në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe kështu ishte gjendja e sahabëve dhe gjendja e selefit, ku ata pas Ramazanit vazhdimsi ata bënin lutje, ata bënin dua që Allahu Azza wa Jall t'ja i pranon veprat e mira. Thonte Aliu radiallahu anhu: bëhu i kujdesshëm në pranimin e veprave më shumë se sa në kryenën e veprave. Për atë, një ditë prej ditëve erdhi një lips tek Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, te djali Omerit radiallahu anhu, erdhi që të kërkon diçka nga sadakaja, dhe u dretu, i tha djalit e tij: jepja 1 dinar. Dhe ja dha djali dhe i tha: Allahu ta bëft kabul o bab. Tha Abdullah ibn Omeri: nëse Allahu Azza wa Jall e kishte bërë kabul vetëm 1 dirhem, jo 1 dinar, sepse dinari ishte nga ari e dirhemi ishte nga argjenti, tha: sikur Allahu të ma kishte pranu 1 dirhem dhe të ma kishte pranu mu 1 sejdë, do të kishte qenë më e dashur për mua që unë të kisha ndruar jetë, të kisha vdekur me atë vepër për të pranuar tek Allahu Azza wa Jall, sepse e madhështore është ajo vepra të cilën e pranon Allahu. Dhe ju dretu me një ajet dhe i tha: innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Tha, e ke lexuar këtë ajet se Allahu i pranon veprat prej atyre të cilët janë të devotshëm. Po vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall adhurohet në Ramazan, mirë po nuk ndalen adhurimet dhe nuk ndalen veprat e mira vetëm se në Ramazan, dhe pastaj e presmi Ramazanin tjetër që të përvelimi në adhurime, që të falim namaz, që të lexojmë Kur'an, që të agjerojmë dhe të japim sadaka dhe të bëjmë vepra të mira. Sepse besimtari është mes asaj që i shtohet imani në vepra të mira, në adhurime, dhe paksohet me gjunahe, me mëkate, dhe paksohet dhe dobësohet kur njeriu dobësohet në praktikimin e nënshtrimit adhurimeve ndaj Allahut Azza wa Jall. Për ata ndëgjojni Ukasha, ndëgjojni Handhala al-Usadi radiallahu anhu, një sahabi pejgamberit alayhi salatu wassalam, thonte kur isha prezent tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe na fliste pejgamberi alayhi salatu wassalam për xhenetin dhe xhehenemin, dhe na fliske për adhurime dhe për ibadete, aq shumë mushton te besimi dhe imani,
sa që mu dukte që parasyve të mi jam duke e parë xhenetin dhe jam duke e parë xhehenemin. Mirë po, kur shkonte tek shtëpia e tij dhe i takonte familjen e tij duke buzëqeshur dhe bashortën e tij dhe u preokuponte me preokupimet në punë të kësaj dynjoje, derisa i shkoi ndërmend diçka, thu vallë, ki burr dhe ki besimtar, kur o me pejgamberin alayhi salatu wassalam, po e ka imanin e fortë dhe po i paraqitet sikur se me e pa xhenetin dhe xhenemin, mirë po pastaj kur shkon në shtëpinë e tij, ai po dobësohet, nuk po e ka këtë besim. Doli nga shtëpia e tij dhe e pa Ebu Bekri radiallahu anhu që ishte i mërzitur në fytyrën e tij dhe i tha, që është çështja me tije, o Handhale? Tha, inna Handhale qad tanafaq, tha Handhalja është bo munafik. Tha, pse është bo munafik? Tha, se kur jena te pejgamberi alayhi salatu wassalam, imanin e kina shumë të fortë, e kur po dalmi prej mexhlisit, nuk po jemi që ato besimtar që jemi me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Tha, po e gjenë këta? Tha, vallahi edhe une jam kështu, edhe jam sikur ti, kur po prezentojnë ligjëratat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në këshillat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, po na rritet dhe po na shtohet imani, edhe u drejtuan të dy shkun tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ja treguan hallin e Handhalës dhe hallin që po e përjeton Handhale dhe Ebu Bekri. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Handhale, nëse imani yt kishte qenën jashtë mexhlisit tim, në shtëpinë tënde, apo në punën tënde, apo në rrugët e tua, sikur që e ke tek unë, do të kishin zbrit melek nga qielli, do t'ju kishin përshëndet juve në shtëpia tuaja, në shtratat tuaja dhe në rrugët e tuaja. Mirë po ka thënë, e sa'atun fe sa'a. Është çast dhe çast. Çast që njeriu bën adhurime dhe vepra të mira, dhe çast që argëtohet dhe mirët me çështjet që e prekupojnë në këtë botë. Mirë po, çka na dashur na thon pejgamberi alayhi salatu wassalam? Njeriu nëse mirët me adhurim një pjesë, e kompenzon atë pjesë. Mirë po nëse e lën në tërësi adhurimin, atëherë dobësohet imani dhe fillon të zbehet imani. E imani për t'u përforcuar, për t'u ripërtrihet me adhurime, me ibadete. Për atë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Veprat më të dashura tek Allahu azza wa jalla, ata vepra të cilat janë të vazhdueshme në kontinuitet, të vazhdueshme edhe qofshin se ato janë pak. Do të thonë, nëse ti bën vepra, nëse ti ki falën 20 rekat taravi, nëse ti ki falë namaznate, s'pak ti bilën 2 rekat fali, vanoje vitrin, fali namazin e vitrit, të konsidero dhe të përjetojsh atë kënaqësi, qoftë edhe pak në vazhdimsi duke e falë një namaz, e cila konsiderohet namazi natës. Për ata, pejgamberi alayhi salatu wassalam çka na porositi me një hadith. Tha, men sama Ramadan, thumma atba'a 6 min Shawwal, kana ka siyamu dahr. Tha, ai që agjeron muajin e Ramazanit, pastaj pas Ramazanit vjen muaji Shawwal, ditën e parë të Bajramit dhe vazhdon që të jetë 30 ditë. E tha, kush ja bashkangjet pastaj 6 ditë me Ramazan me agjerim, do t'i shkruhet shpërblimi sikur me agjeru në 10 pa ndërprej. Nga mëshira, nga rahmeti Allahut, muajin e Ramazanit një muaj, e 10 fishon e bën 10 muaj, e ai që agjeron 6 ditë në Shawwal, çdo ditë ja shumë fishon me 10, i bëhen 60, kështu që i bëhen 2 muaj dhe 10 muaj i bëhet 1 vjet në adhurim. Për ata, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men sama yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa. Kush agjeron një ditë për hir të Allahut, nafile. Kush agjeron një ditë për hir të Allahut, nafile, ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifa, do t'ja largon Allahu azza wa jall fytyrën e tij nga zjarri i xhehenemit 70 vite. Për ata, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ishte edhe pas Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wassalam e praktikonte që të agjeron ditën e hanë dhe ditën e ejte dhe ditët e bardha,
Dhe kur e pyetnin pejgamberin alayhi salatu vesselam, çka është qëllimi që ti agjeron ditën e Han dhe ditën e ejte, tha ditën e Han dhe ditën e ejte ngritën veprat tek Allahu azza wa jall dhe unë dua që të jem agjërueshëm kur të ngritën veprat tek Allahu azza wa jall. Pasi që e krynte muajin e Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wasallam agjeronte të hanë tente dhe agjeronte ditët e bardha dhe agjeronte këto ditët e Shevalit. Kjo që të jetë në vazhdimsi se don Allahu azza wa jall një vepër e cila është e vazhdueshme, qoftë ajo pak, qoftë ajo është një ditë, qoftë ajo është në muaj ditët e bardha, qoftë një të hanë, qoftë një të ejte, të vazhdon ai adhurimi jot që e ki pas më herët. Po ashtu vëllezër të nderuar, nëse ka përfunduar Ramazani, nuk ka përfunduar namazi. Nëse ka përfunduar Ramazani, nuk duhet të zbrazim xhamiat. Allahu azza wa jalla thot hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. O ju besimtar, ruajni 5 kohët e namazit dhe namazin e ikindijes dhe bëhuni me frikë respekt ndaj Zotit tuaj. Pra vazhdojni faljen e namazit dhe vazhdojni të harroni namazin edhe pas Ramazanit. Po ashtu Kurani është libër i shenjtë dhe ai Kur'an është udhërrëfijës, është dritë, ajo e cila e motivon besimtarin të jetë stimulim për ty që ti të vazhdojsh të marrish dritë dhe të marrish udhëzim nga libri i Allahut edhe pas Ramazanit. Të lexojsh nëse qoftë edhe 2 faqe, edhe 3 faqe, qoftë edhe një ajet të ndalësh dhe ta kuptojsh kuptimin e saj dhe komentin e këtij ajetit, do të jetë për ti stimulim dhe nxitje dhe do të jetë rritje e besimit, imanit në shpirtin e gjoksin tënd. Po ashtu vëllezër të nderuar, besimtari duhet jetë në vazhdimsi afër Allahut azza wa jall dhe ta lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala ta bën besimtar më të mirë, ta bën besimtar më të devotshëm, ta bën prej atyre që do të jetë në vazhdimsi në takimin me Zotin e tij, në vazhdimsi me adhurimin e tij, sepse Zoti i cili është i Ramazanit, ai Zoti i cili është agjëruar për atë muajin e Ramazanit, ai Zot të cilit i ka rënë sejdë dhe ka bën lutje dhe ka dhënë sadaka, është ai Zot i cili është edhe pas Ramazanit, i cili adhurohet, i cili bëhet lutje, bëhet dua, bëhet sejdë dhe bëhet vepra të mira dhe lexohet Kur'an. Për ata dhe në fund tha Allahu azza wa jalla në një ajet, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroje Zotin tënd o rob, o rob i Zotit. O rob i Zotit, adhuroje Zotin tënd derisa të vjen vdekja, derisa t'ja jepsh emanetin Allahut azza wa jalla. Deri atëherë ne duhet të jemi në lidhshmëri me Allahun azza wa jall. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala të na i forcon imanin në zemrat tona, na i zgjeron gjoksin në adhurimet te Allahut azza wa jall, na i mbush me iman, me besim, me Kur'an, me vepra të mira, na bën besimtar devotshëm që të jemi në xhenetin e Allahut azza wa jall me pejgambert, me dëshmort, me njerëzit e mirë dhe e shoqëria më e mirë që ka përgatitur Allahu azza wa jall për besimtarët në xhenetin e tij. Allahumma amin.